Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, po ndiqni lajmet e gjuhës shqipe në televizionin K3. Përderisa pritet një takim i 4 liderëve partijak për dalje nga situata status quo, afatet e Komisionit Shtetëror Zgjedhor ngushtohen çdo ditë më shumë. As nga Brukseli zyrtar nuk ka ndonjë iniciativë të re për t'i mbledhur bashk Nikola Gruevskin, Zoran Zaev, Ali Ahmetin dhe Mendu Thaqin, tha zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Kocijancic. Takimi i liderëve të 4 partive më të mëdha në vend, ku do të duhej të diskutojë për zgjedhjen e krizës politike dhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare, ende duket shumë i largët. As nga Brukseli zyrtar nuk ka ndonjë iniciativë të re për t'i mbledhur bashk Gruevskin, Zaevin, Ahmetin dhe Thaqin. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Kocijancic u përgjigj shkurt duke thënë se ende vlen deklarata e fundit e komisionarit Johannes Hahn. Ndërkohë ambasadori amerikan në Shkup James Bailey ka thënë se është në kontakt të vazhdueshëm me të gjitha partitë politike në vend. Presim që të ndihmojë Maqedonisë në zgjidhjen e krizës politike për hapat e ndërmarra do t'ju njoftojmë nëpërmjet një kumtese, ka deklaruar ambasadori Bailey. Nga partitë politike në vend nuk ka ndonjë lëvizje nga qëndrimet e deritanishme. Lideri opozitar Zoran Zaev ka mohuar të ketë pranuar ndonjë letër zyrtare nga diplomatët evropian, ndërsa ka përsëritur kushtet e tij tani më të njohura për të ulur në tryezën e bisedimeve, shfuqizimi, abolimi dhe shtyrja e zgjedhjeve të 5 qershorit. Nga VMRO dhe VMN nuk kanë dhënë asnjë përgjigje nëse ekziston ndonjë iniciativë për takim të ri të liderëve dhe nëse kjo parti është e gatshme të marrë pjesë në një takim të tillë. Heshtjen bizotëron edhe në selit e 2 partive shqiptare të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe të Partisë Demokratike Shqiptare. Lideri i kësaj të fundit, Mendu Thaqi, sot ka realizuar takim me ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian, Chase Bailey dhe Ivo Orav, ku kanë diskutuar për situatën aktuale politike në vend. Përderisa pritet një takim i 4 liderëve partijak për daljen nga situata status quo, afatet e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve ngushtohen çdo ditë më shumë. Vetëm 8 ditë kanë ngelur deri në afatin e dorëzimit të listave për kandidatët për zgjedhjet parlamentare të 5 qershorit. Ndërkaq më 16 maj duhet edhe zyrtarisht të fillojë fushata parazgjedhore. Vazhdon shtrejtimi i karburantëve. Mesatërisht, rritja e çmimeve me pakicë e derivateve të naftës arrin 5.27%. Rritja e çmimeve arsjetohet me çmimin mesatar të naftës së papërpunuar në tregun botëror në 2 javët e fundit, si dhe kursi i denarit në krahasim me dollarin. Çmimi i benzinës prej sot në mesnat rritet për 0.5 denar, gjithsesi për 1 denar, ndërsa dizeli për 3 denar, vendosi sot Komisioni Rregullator për Energjetik. Gjysmë denari shtrejtohet euro superi BS95, edhe 1 litër do të kushtoj 62.50 denar, ndërsa për 1 denar rritet çmimi i euro super BS98, i cili do të shitet për 64.50 denar për litër. Çmimi i ri për 1 litër euro dizel dhe vaj ekstra të lehtë për anvistri është më i lartë për 3 denar dhe do të arrijë 47 denar, gjithsesi 35.5 denar. Rritje prej 1.604 denar për kilogram sipas vendimit të Komisionit Rregullator të Energjetikës, ka te çmimi me pakicë të mazutit, i cili do të shitet prej 18.535 denar. Mesatërisht, rritja e çmimeve me pakicë e derivateve të naftës arrin 5.27%. Komisioni Rregullator i Energjetikës e solli këtë vendim për ndryshimin e çmimit të derivateve në bazë të çmimit mesatar të naftës së papërpunuar në tregun botëror në 2 javët e fundit, si dhe kursi i denarit në krahasim me dollarin. Që të siguroj vazhdim të bashkëpunimit të Ankaras për zbatimin e marrëveshjes për ndalimin e imigrimit ilegal, pritet Komisioni Evropian të propozojë nesër heqjen të regjimit të vizave për Turqinë. Masa është mes 72 kritereve të Brukselit për liberalizimin e vizave.
Grekët Qiprot më nuk do të kenë nevojë për viza që të vizitojnë Turqinë, sipas marrëveshjes së Bashkimit Evropian dhe Turqisë për liberalizimin e regjimit të vizave, deklaroi sot një përfaqësues zyrtar turk, por theksoi se ajo do të thotë pranim i Qipros nga ana e Turqisë. Qeveria turke publikoi vendim në gazetën zyrtare sipas së cilës e miraton heqjen e vizave për shtetasit evropian menjëherë pasi Bashkimi Evropian do të heqë vizat për shtetasit turk. Masa është mes 72 kritereve të Brukselit për liberalizimin e vizave. Pritet Komisioni Evropian të propozojë nesër heqje të regjimit të vizave për Turqinë, që do të sigurojë vazhdim të bashkëpunimit të Ankaras për zbatimin e marrëveshjes për ndalim të imigrimit ilegal. Mes pengesave më të mëdha të marrëdhënieve mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian është refuzimi i Ankaras të pranojë Republikën e Qipros antare të Unionit. Ernest pretendoi se Barack Obama, presidenti i Amerikës, nuk e ka lexuar këtë pjesë të raportit sa i përket publikimit të 28 faqeve të raportit të komunitetit hetimor të Kongresit Amerikan, ku flitet për rolin e Arabisë Saudite në sulmet e 11 shtatorit. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë ditën e hënë ka thënë se nuk ekziston asnjë shenjë për të treguar lidhjen e qeverisë së Arabisë Saudite me autorët të sulmeve të 11 shtatorit në Amerikë. Josh Earnest edhe një herë deklaroi se hetimet mbi ngjarjet e 11 shtatorit të vitit 2001 edhe sulmeve kundër kullave të New Yorkut nuk tregojnë asnjë lidhje mes qeverisë saudite dhe Al-Qaidës. Sa i përket publikimit të 28 faqeve të raportit të komunitetit hetimor të Kongresit Amerikan, ku flitet për rolin e Arabisë Saudite në sulmet e 11 shtatorit, gjë e cila është shprehur nga personat që kanë lexuar këto faqe, përfundimi i nxjerrë prej tyre është se nuk ekziston asnjë fakt apo dokument që të tregojë se Arabia Saudite si një bashkësi ka mbështetur Al-Qaidën. Ernest premtoi se Barack Obama, presidenti i Amerikës, nuk e ka lexuar këtë pjesë të raportit. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë duke i përgjigjur interesimit të gazetarëve se nuk do të publikohet kjo pjesë dhe ajo nuk do të jetë më e klasifikuar. Tha zyra kombëtare e informacionit prej kohësh ka nisur punim për nxjerrjen e këtyre dokumenteve nga shkalla e klasifikimit sekret. Ndërkohë James Kapler, shef i kësaj zyre, shpresoi se puna për nxjerrjen e këtyre dokumenteve do të përfundojë në muajin qershor. Rreth ngjarjeve të 11 shtatorit të vitit 2001 në Amerikë, Kongresi Amerikan ngriti një komitet të posaçëm hetimor. Pjesë e rezultatit të hetimeve që lidhen me Arabinë Saudite akoma mbetet sekret dhe nuk publikohet. Kosova mori gjithsej 28 vota pro, duke marrë mbi ditë e tretën e votave të 54 vendeve anëtare të UEFA-s. Votimi u bë në mënyrë të mbyllur. 54 anëtarë të UEFA-s kanë marrë pjesë në votimin dhe doli që Kosova u pranua duke marrë mbi ditë e tretën e votave pro. Votimi u bë në mënyrë të mbyllur. Kosova mori gjithsej 28 vota pro. Ndonse nuk u votua ndryshimi i statusit, votimi kaloi pasi përfaqësuesi ligjor i UEFA-s tha se statuti nuk shkelet edhe nëse pranohet Kosova, sepse nuk është thënë që të jetë pjesë e Organizatës së Kombeve të Bashkuar, por të pranohet nga shtetet e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, pasi është e njohur nga shumica e vendeve të kësaj organizate. Pra në mënyrë indirekte, i bie që Kosova është e njohur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, e ka marrë fjalën në Kongresin e UEFA-s duke shpjeguar se institucioni që ai drejton mund të thotë po Kosovës, por sa të marrë një vendim pozitiv UEFA në Kongresin e sotëm në Budapest. Nëse UEFA e pranon Kosovën, atëherë javën e ardhshme edhe FIFA do ta shqyrtojë pranimin e Kosovës, ka thënë zvicerani. Parashikimi i motit. Moti sot në mbar vendin ishte me vranësira mesatare dhe temperatura të ulta, ndërsa rreshjet e vazhdueshme të shiut dhe ishin të kopaskoshme. Temperaturat e para të ditës lëvizën nga 0 deri në 5 gradë Celsius, ndërkaq temperaturat e ditës lëvizën nga 3 deri në 15 gradë Celsius.
Të nderuar teleshikues, me informacionin e fundit nga Moti, po e përmbyllim këtë edicion lajmesh. Ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për ju. Natën e mirë.